طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vëllezër të nderuar, jemi tek shenjat e kiametit. Kemi ardhur tek tema persianët do të marrin fund së shpejti për gjithmonë, kurse romakët shtetet, domethënë romakët është edhe shtetet e perëndimit, do të mbijetojnë ndër shekuj. Po na e dim kohën e pejgamberit alayhi salam ka qenë persianët, apo pastaj kanë qenë romakët, krishterët, apo edhe Muhamedi alayhi salam na ka paralajmëruar që persianët kanë më mund. Mirë, po romakët kanë me vazhdu. Sot a asaj dite ki hala romakët krishterë të cilët kanë mbjetu. Deri, do më thonë, kur bëhet ajo aleanca, pas aleancës, e dini që ka më bën një aleancë mes muslimanëve dhe romakëve, rreth një armiku të përbashkët kanë me luftu, kanë me mujt, kanë me fitu, muslimanët dhe të krishterët, pastaj ka më qenë njëri prej krishterëve ka me thonë fitoj kryqi, edhe muslimani ka me evra, do thot aty dhe ka me fillu pastaj lufta mes muslimanëve dhe të krishterëve. Zaten jemi të shku rreth kësaj rrugë të aleancës. Po shihen që shtetet e muslimanëve janë të fuqizuar tash kohëve të fundit, kur çysh tek na nuk e dim. Mirë, po ajo aleancë ka mu bo rreth një armiku të përbashkët. Se kush është armiku i përbashkët nuk e dim. Allahu Teala alem. Ka paralajmëruar Muhamedi alayhi salatu wassalam, transmetohet nga Muhajrizi se ai tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Persia do të përjetoj një zhdukje, tha. Ka më zhduk. Apo tha dy dhe thot dhe nuk do të ketë Persi më, kurse romakët tha, do më thonë Persi nuk ka me pas. Çaja Persi, çaja pjesë ka më bë muslimane. Mirë, po çka romakët tha, të zotët e shekujve, kur do që shkatrot një shekull, ata e zëvendëson një shekull tjetër. Ata janë zotët e gurve dhe deteve, e hu, deri në fund të kohës, ata janë shokët tuaj, o musliman, deri sa ka jeta hajr. E ka potencu për romakët. Bilo është një hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam, që alaykum salatullah, që ata nuk janë sikur muslimanët vllazni. Kanë urtësi më të madhe, i ruajnë vendet e veta. Nuk janë gjak nxehtë sikur muslimanët, që i dëmtojnë vendet e tyre. I sheh për shembull ata i ruajnë vendet e veta. Ki po për shembull luftra, sene, më thonë gradual shkojnë, punojnë me gradualitet. Na nxehemi për një herë muslimanët dhe dëmtojmë vetën. Kjo si lloj komentimi i një hadithi të pejgamberit alayhi salam. Kuptimi i këtij hadithi është se Persia do të luftohet një herë apo dy herë dhe ajo do të marrë fund për gjithmonë, edhe kështu ndodhi vllazni. Pas rrënjes së perandorisë Sasanide në shekullin e 7 në kohën e halifeve të drejtë, Irani është fut në botën muslimane. Është bo sunni. Është bo sunni. Derisa ka ardhur një person i cili i ka vrarë 1 milion sunni. Dhe sot asaj dite, tash ky vend është shiit, apo Irani që është. Mirë, po Sheikh Luajdani thot 1 milion sunni i ka vrarë. Ka marrë pushtetin edhe i ka vrarë. E çonë musliman thënë këta janë vëllezërit ta. A dini që në Siri vllazni këta kanë bërë më shumë krime se sa vet ata kufar që në asli. Tamam që janë. Kafirat në bazë që janë. Se këta thonë që jemi muslimana, po, ndërsa këta janë kafira. Kanë bërë dome më të mëdha në Siri që ta shia, prej Iranit. Edhe janë kanceri i botës sunnite. Pastaj thot, romakët të zotët e shekujve, do më thonë me ta do të luftoni me shekuj. Kur do që i luftoni në një shekull dhe triumfoni, ata prap rikthehen. Prap fuqizohen. Luftoni, prap ata forcohen. Deri në kiamet. Deri në ditën e kiametit. Para, do më thonë shejave të kiametit. Thot, dhe mu kjo ndodhi me shtetet romake është. Kryqëzat atje në argument më i madh
i vërtetësisë së këtyre fjalëve. Sa kryqëzata janë kon, sa luftra janë kon mes muslimanëve dhe romakëve, prapa ta kanë mbietu. Derisa në fund ka mungon aleanca si shtab. Thot kurse fjalët e Zotit e gurve dhe deteve, do më thonë se ata janë të qëndrueshëm, kanë përparim ushtarak në çdo aspekt. Qoftë në ekonomi, qoftë në ushtri, janë shtete të konsoliduar me një aspekt sipas asaj që e kanë bindje, edhe do të vazhdojnë kështu gjenerat pas gjenerate, shekuj pas shekujve. Thot fjalët e hu deri në fund të kohës. Do më thonë se muslimanët do të kenë përleshje me ta deri në fund të kohës. Në një aspekt ka me pas përleshje, ka me pas paqe, ka me pas përleshje, ka me pas paqe. Kështu ka me vazhdu deri para ardhjes së kiametit. Popujt do të bashkohen kundër muslimanëve ashtu siç bashkohen grënësit rreth pjatës. Qysh njeriu apo njerëzit kur e kanë një pjatë përpara apo një sahan të madh, një tepsi apo një gjë, qysh bëjnë hujum tek ushqimi, qashtu edhe jo muslimanët kanë me bëu hujum ndaj shteteve të muslimanëve. Kanë mi kolonizu, kanë mi rjep, kanë mi vjel, gjitha do më thonë ato të mirat materiale kanë mi umor. Transmeton Hudhaifetu ibn al-Yamani, i cili thot, tha i dërguari Allahu sallallahu gati janë popujt ju rrethojnë ashtu siç rrethojnë grënësit rreth pjatës. Po na kallzon Muhamedi sallallahu çush atëre. Gati janë sa popujt kanë ju rrethaku. Dhe thot çfarë? Tha njeri, a pse jemi pak atë dita? Tha pak që jemi ja? Çka i tha? Jo, tha ditën i tha shumë, tha jo. Por jeni sikur shkuma e detit. Shkuma e detit, vllazni, a ki pa qysh mlidhen ato të këqijat, këtë fllëcinat e shkuma e detit? Kretë mlidhen fllëcinat. Që kjo është shkuma e detit. Thot, do ta nxjerrë Allah, aleikum salam, do ta nxjerrë Allah nga zemrat e armiqve tuaj frikën nga ju. Paramendon subhanallah. Pejgamberi sallallahu po thot Allahu azza wa jalla i fut frikë armiqve tuaj një muj ditë përpara. Nëse një vend musliman ka dosht mi shpall luftë për shembull në një vend tjetër, një muj ditë përpara ta kanë frikë prej muslimanëve. E sot të vjen koma shkaut midis Kosovës edhe nuk ka frikë. Problemi është që na nuk i kemi mirë raportet me Allahun azza wa jall. Dhe për atë arsye ti nënçmosh para kufarve. Dhe çka po thot hadithi? Vazhdon hadithi, thot do ta nxjerr Allahu nga zemra e armiqve tuaj frikën nga ju dhe do të fus në zemrat tuaja wahn, dobësi. Çka wahn ja Rasulullah? Thot dashuria e madhe për këtë botë dhe urrejtja e vdekjes. Kur që të sulmon, na kemi pasu që kënë kohën kur ke lufta. Veç këqyrni prej 2 milion sa jemi kohën atëherë, sa kanë luftu? Sa përqind do vllazni? 1%. 1%. Turp, more. Që tu është meselja. Ndërsa ai tipi vjen pi atje dhe të sulmon vendin tënd. Ti në vendin tënd je edhe nuk e mbron. Që hadithi? Pse? Sepse ki frikë prej vdekjes dhe e dashuron këtë botë, këtë pasuni. Tha dashuria për jetë dhe urrejtja e vdekjes. Në hadith tjetër thuhet dhe urrejtja e luftës në rrugt të Zotit. Gjendja shumicës muslimane, dashuria e tyre e flakt për jetën dhe urrejtja e luftës dhe e dëshmisë në rrugt të Zotit i vërtetojnë fjalët e Muhamedit alayhisalam, a ka dikush që merr mësim. Ummeti islam do të imitoj popujt e tjerë edhe nëse ata hyjnë birën e hardhucës, do të shkojnë pas tyre. Wallahi po. Këqyrni muslimant sot, këqyrni muslimant i pasojnë hap pas hapi. Plëm pas plëmbe i pasojnë kë. Tha jauditë dhe krishterët, po kush tjetër, tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kush tjetër? Transmetohet nga Ebi Sejid el-Khudriu, radiallahu anhu, se tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vërtet do të ndiqni rrugën e atyre që ishin para jush. Plëm pas plëmbi, krah pas krahu. Tha dhe nëse ata futen birën e hardhucës, subhanallah, sa është e vogël bira e hardhucës, edhe nëse futen birën e hardhucës, ju do të futeni pas tyre. Çdo sen
Çka bëjnë kufart, muslimani shkon i imiton. E pse bre vëlla nuk i merr gjërat shkencore për kafirit? Po shkon e merr kulturën. A çështjet e mira janë për ty me marr homoseksualizmin prej atij, a çështjet e mira janë me marr zinana? A çështjet e mira janë me marr drogën, alkoolin, e gjitha mos respektimin e prindërve? E këtë zeza që i ka Evropa, që to mi marr është mirë, pse nuk i merr gjërat shkencore për Evropës? Po i merr bashkë të këqijat, edhe me çto të këqija, çka bën muslimani këtu? Thot, unë kam kulturë evropiane. Me çto krenohet? Nuk krenohet me gjërat shkencore. Po aty s'ka kaçik s'ka. Pastaj thot çka? Thot, i tham, oj dërguar e Allahut, a ke për qëllim që futet edhe të krishterët? Thot, e kë prafa. Çta janë ju që keni me i pasu? A nuk është gjendja momentale e cila më së miri dëshmon këtë fjalë pejgamberike, edhe pse muslimanët e kanë të qartë se që futet edhe krishterët nuk ndjekin rrugën e pastër të tyre, mirë po ata prap i ndjekin të tillët. Gjendja politike e ummetit islam deri në fund të kohës, çu ka me shkuar rrjedha, vetë Resuli sallallahu alaihi wasallam na ka kallëzu. Çka ka më ndodhur në mënyrë të përgjithshme deri në ditën e gjykimit. Shikoni çfarë hadith nga Hudhaifatu ibn al-Yamani. Vllazni, që ky sahabi ka qenë sekret i pejgamberit alayhis salam. Është quajtur si sekret. Pse? Sepse thoshte, të gjithë e pyesin Resulin alayhis salam për të mirat, thot unë e pyesja vetë për të keqen. Çto pyetja pse? Sepse kur unë e pyes për të keqen, do të ruhem nga e keqja. I keni pa disa hoxhallar dhe thirrsa çka thonë? Thirrni veç të mirën, thirrni veç në sunet. S'ki nevojë me me paralajmëru ndaj të keqës, s'ki nevojë me paralajmëru ndaj kufrit, s'ki nevojë me paralajmëru ndaj bidatit, ndaj njerëzve të cilët thrasin dëm, s'ki nevojë. Ndevim, e rëndësishme është vetëm mësoja të mirën njerëzve. Po nuk janë nivelin ton gjithë njerëzit kur ti ja thon mënyrë të përgjithshme një të mirë për me ditë edhe të keqen ai. Duhet në herë tërçmi ja thon. Më thon ç'ky zban. Nuk po themi që me si rregull me bo. Mi po në herë duhet më ja thon tërç. Se plot njerëz nuk i dinë gjërat apo. A i keni po anti-islamistat deri me daljen e lëvizjeve anti-islamike u munduan me një gjuhë apo me një lloj strategjie me gjujt në mënyrë indirekte fin. Nuk mujtën me bukur gjuha, po. Atër çka bënën? E ndrun strategjin. Direkt mira. Dhe që kjo direkt mira, domi është i madh, apshe. Se plot njerëz janë ignorant dhe po ndikon prej sulmeve të tilla. Shikoni çka ka thonë Muhamedi alayhis salam. Thaj dërguar Allah sa është me ju shpallja, domethënë unë jam çtash me juve, ka thonë Muhamedi alayhis salam. Është me ju shpallja. Derisa dëshiroj Allahu të jetë me ju sa vite. Pastaj e ngrit atë, hiqet shpallja. Normalisht se vdes Muhamedi alayhis salam. Pastaj e ngrit atë për gjithmonë. Kur të dëshiroj, pastaj do të vi halifati sipas rrugës së shpalljes, sipas menhexhit pejgamberik. Do më thonë, shpallja ishte Muhamedi alayhis salam, pejgamberlëk, pastaj ka marrë hilafeti. Hilafeti kush? Hilafeti Ebu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Aliut radhiyallahu anhuma. Dhe do të mbetet sa të dëshiroj Allah, e pastaj do të ngrit atë kur të dëshiroj, më vonë do të vijë çka? Mbretëri trashëguese. Kush është mbretëri trashëguese? Muavija. Mbreti i parë ka qenë vllazni Muavija. Ata të cilët thonë që në islam s'ka mbretëri, s'lejohet, vetë kon mbret Muavija. E ka trashëgu djali i tij, ja ka trashëgu. Nëse konsolidon shtetin, nuk ka problem ja dhon pushtetin djalit. S'ka problem. Nëse konsolidon shtetin. Pastaj thot çka? Mbretëri trashëguese dhe do të mbetet sa të dëshiroj Allah. E pastaj do të ngrit kur të dëshiroj pas trashëguese, pas mbretërisë trashëguese, ka me pas mbretëri shtypse. Ka me pas mbretëri shtypse. Dhe thot do të mbetet sa Allah të dëshiroj, të mbetet ajo, pastaj do të ngrit kur të dëshiroj, e pastaj ka më ardhur hilafeti. Do më thonë,
Gjitha qëto fazat a kanë kalu vllazni, veç jënë të kalu që pjesa e fundit, apo mbretëri shtypse, apo atëherë koha e kalifatit është afër, por na nuk e dim, se delisi se do të thot që hadithi, apo i mashtron njerëzit. Mbretëri shtypse o filan vendin, diktator filan vendin muslimanve, unë jam khalifi i muslimanve. Kur vjen atëherë na e pranim me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Edhe njëherë sipas rrugës së shpallë, pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hishti. A është pastru ummeti vllazni? Vallahi kur nuk u ka pastru çish është sot tu pastru ummeti. A e keni vërejt vllaznit pasus të sunetit për gjëra shumë të imta, bëjnë debate për të pastru feja Allahut azza wa jall. Kur s'ka qenë kështu? Në detaje. Kjo është sunet, kjo është bidat, kjo është kufër, kjo tauhid, kjo kështu. Edhe në kohën e perandorisë Osmane apo ku diune, ky temizi që po bëhet sot nuk ka qenë. Aq në detaje besimtarët i shikojnë menhegjin selefi apo metodologjinë të parëve tanë të mirë. Disa dietarë e kanë komentuar këtë hadith kështu. Koha e shpalljes është koha e Muhamedit alayhisalatu wassalam. Koha e khalifatit është koha e 4 halifeve, apo Ebu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Aliut. Dhe thot të cilën kohë në një hadith tjetër Muhamedi alayhisalatu wassalam e ka përcaktuar si 30 vjet. Ka tregu 30 vjet do të jetë. Atë sa mori fund koha atyre. Koha e mbretërisë përçarse ishte periudha sipas prej përfundimit të kohës së 4 halifeve deri në kohën e sultanit të fundit thot. Dhe thot sepse kjo periudhë u karakterizua me përçarje, konflikte të ndryshme, ka pas për shembull Abbasitët dhe këta se më dul pimenës, Emevitet. Përçarje ka pas. Halifi janë të dy palët janë kon. Halifat kjo. Ana duhet me pas një halifat, apo? Mirë po kanë pas fitne. Thot koha mbretërisë shtypse është koha e revolucioneve bashkëkohore që po bën këto fitne të mëdha që kundër pushtetit sene, krejt çto sene ndërlidhen me hadithin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe nëse ky mendim i disa dietarëve është i drejtë, atëherë ne sot gjendemi para kthimit të khalifatit. Po kur qysh tek se dim. A 50 vjeta, 100 vjeta, 30 vjeta, 10 vjet, na nuk e dim. Thjesht po paralajmërojmë mbas hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Lut Allahun e lartësuar që ne ta përjetojmë atë kohë me një fjalë, ajo është koha kur muslimanët do ta kuptojnë Islamin me kuptimin e tij të vërtetë. Mirë. Lajmet e kohës së fundit dhe shenjat e kiametit transmetohet nga Aliu radhiyallahu anhu se Muhamedi alayhi salam nuk e kam gjetë transmetimin, nuk e di a është i sakt apo nuk është i sakt, Allah e di mas miri. Shenjat e afrimit të kiametit janë kur njerëzit e braktisin namazin. Këto shenja që në transmituar në këtë ether të nga Aliu të transmituar nga Muhamedi alayhi salam, këto kanë ndodhur. Mirë po është i sakt, nuk e di. Thot shenjat e afrimit kiametit janë kur njerëzit i braktisin namazet. E humbin amanetin. Thot zhyten mëkatet mëdha. E han thot kamatën, e marrin rishfetin, ngriten thot ndërtesat e larta. Këto në hadithe tjera kanë argumente, gjitha këto që janë përmbledh kështu. Pastaj thot ndjekin epshet e tyre, shesin fen për këtë botë, Kur'anin e shndrojnë muzikë. Pastaj thot, lëkurat e egërsirave i bëjnë koltuqe, xhamit i bëjnë rrugë, për këto ka hadith. Kjo është veç kalen. Bilena ka transmetuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ka me pas njerëz kanë me hyp në për koltuqe apo në për shala, edhe ka më konë si lloj dhome, apo dhe sot janë automjetet që kanë me kalu para xhamisë ose kanë me hyrë në xhami. Kështu e ka paralajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot xhamit bëjnë rrugë, veshin më ndofshin, shtohet mizoria, përhapet kurvria, shkurorëzimi bëhet shumë i lehtë, i besohet tradhtarit, nuk i besohet ai i cili është i sinqert, i jipet pozita njerëzve që nuk e meritojnë. Apo pastaj thot ministrat apo ku e diun ata, pushtetarët bëjnë gënjeshtar, besnikët bëhen tradhtar, të diturit bëhen mizor, paksohen dietarët, shtohen kurrat, lexuesit, paksohen fukahat, paksohen dietarët, subhanallah. Dhe kur Allah e don, 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 kur Allah
kur Allah Azza don me dënu një popull, ja u hek ulemat. Ja u merr shpirtrat. Allah Azza i vdes. Allah Azza nuk i bën padrejti ulemave. Ja u hek diturin nga gjoksat e tyre, ka thonë pejgamberi a.s. Nuk ja u hek. Pse nuk ja u hek? Se ata me vite të tëra kanë lexu, kanë studiu, kanë hulumtu. Para më një alim 30-40 vjet të studiu, të mësu, nxënësat e dijes të shku mas ulemave. Edhe mi bo padrejti Allah Azza mi ja hek diturin prej zemrës, jo, i merr ulemat. Dhe i lën njerëzit nga flet edhe në humbje. Dhe thot çka? Dalin thot hatiba, dalin thot ligjërues që i ligjërojnë, do të thonë muslimanëve, e humbin veten dhe i humbin të tjerët. A është kjo ko? Ngisht ai ki hoxhallart, ngisht ai ki ulemat, të cilët janë të kapën në fenë Allahut subhanahu wa taala me akide dhe metodologji të saktë. Më shumë është përhap e keqja. Fatkeqësisht. Thot konsumohet alkooli, nuk praktikon ligjet e Allahut, prishen marrëveshjet, gruaja shëshon burrin tregti. Edhe për këto ka hadithe. Thot gratë shalojnë kuajt, gratë bën si burrat si gratë, nuk betohen më në Zotin. Dëshmon njeriu pa qenë dëshmitar fare. Zeqati bëhet gjop, tatim, ku e dione. Amaneti bëhet fitim, burri nështrohet gruas, nuk respektohet nona. Shtohen çka? Ata të cilët i rrahin njerëzit me kam gjikush, policët. E në shtu po, për shkak të sigurisë, sigurisë ko. Pastaj thot, të fundit e këtij ummeti shajnë të parët e tij, njeriu e mirëpret tjetrin duke i ruajtur sherrit të tij, shtohen siç tan forcat e rendit, ignorantët hipin në mimber, burrat veshin kurora, rrugët ngushtohen, e kështu me radhë, gratë ju shkojnë grave dhe burrat ju shkojnë grave, e kështu me radhë. Ditja e Kiametit pa dyshim do të vi. Besimi në ditën e Kiametit, vllazni, është prej bazave të fesë tonë. Edhe fatkeqësisht keni mi dëgju disa të cilët kanë futur dyshime në hadithet e shenjave të Kiametit. Pse? Me pretekstin që hadithet e shenjave të Kiametit janë ahad, hadithet që kanë orë me 1, me 2, me 3 transmetues. Dhe sipas tyre, në akide nuk lejohet me marr hadithin ahad. Duhet me marr hadithin mutawatir. Ulemaja, Shekh Albani thot, ai që e ka fut këtë gjë në fenë ton, ka bo bidat. Pse? Nëse Muhamedi a.s. vllazni i tha Muadh ibn Jabelit, ti do të shkosh te një popull ahlul kitab. Gjëja parë që ti do të thrasësh, çka është? Shahadeti. Shahadeti çka vllazni? O fika është akide? Akide. E mirë, që ky shka i vetëm. Tash ata a duhet sipas këtyre mi thonë ti e i vetëm nuk të pranohet lajmi? Se shtu i vjerë. Sa ata një lajm të vetëm, nëse një person e transmetojnë lajmin pe pejgamberit alayhi salam, kanë thonë jo se ka mundësi me gabu ky. O vlla, për çato dhe shkenca e hadithit është. Që e shikojnë personin a është i besueshëm, e shtin në sken personin, dietarin, alimin, transmetuesin e hadithit, edhe pastaj e pranon hadithin. Nëse një person vjen një vlla prej jush, edhe më tregon mu, është i sinqert, mba mendjen e ka të fuqishme, pse mos mi besune? Humbet feja ashtu. Ata këta kanë fut dyshime, nomin e haditheve i kanë kundërshtu me pretekstin se hadithin e ka transmetuar 1, 2 apo 3, duhet grupe me transmetu që të hadith për me besu. Mirë, po në çështjet e fikut, çështjet që në dispozitave namazit, agjërimit, ku e diune, këtu nuk ka problem. Se nuk është e shtërngu me kjo çështje, ka ihtilaf mesin e fikut, s'ka problem këtu me pranu, hadithet ahad. Kjo është bidat që është futur në fenë Allahut subhanahu wa taala padrejtisht, dhe këta janë filozofët apo disa prej grupeve të devijuara. Thot, ky përkujtimi shpesht i kësaj dite në Kur'an, për shenjat e Kiametit, rrjedh nga ajo se njerëzit e harrojnë atë ditë si shkak i problemeve të tyre ditore të shumta. Subhanallah, njeriu tër jetën punon për çka? Për me bënë një shtëpi. 10, 20, 30, 40 vjet për me bënë një shtëpi. Për një shtëpi që kimë lon, që nuk po themi mos me e bo, apo? Ama njeriu i logjikshëm është që mendon për të përjetshmën. Është një jetë e përjetshme. Që tu e ki fillimin, lindja, që tu vdekja, i ki 2 pika, apo? Pas vdekjes e ki një derë që mo nuk ka mbyllje.
Atëherë njeriu logjikshëm çka bën? Punon për botën tjetër. E hedh farën sot që nesër në botën tjetër me korr me lena Allahut subhanahu wa taala. Ky është njeriu logjikshëm. Dhe dynjon e shfrytëzon si mjet për botën tjetër. Paron, pasurin e shfrytëzon si mjet për me arrit tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall, o ju njerëz, thot, ruajeni Zotit tuaj, se një mend dridhja e kiametit është një gjë shumë e madhe. Thot, atë ditë kur ta shihni ju atë, secila gjithënse e braktis foshnjën e vet. Parameton në ato momente tu i dhon gji, fëmijës vet, bebës vet, e hedh për toke. Kur vjen kiameti, thot e braktis atë që ka për në gji, dhe secila shtatzën e hedh barën e vet. Të merr i madh. Thot dhe ti sheh njerëzit të dehur, mirë po ata nuk janë të dehur, për dënimi i Allahut është i ashpër. Suratul Hajj ajeti 1 dhe 2. Po ashtu Suratul Muzammil ajeti 17-18. Thot Allahu subhanahu wa taala, nëse ju e mohoni, thot atëherë si do të mbroni ditës kur fëmijët do t'i bëj trishtimi i asaj dite pleq. Thot atë ditë qielli do të qahet. Ku ta shihni, qielli po qahet. Pastaj thot dhe premtimi i tij vese është realizuar, po ashtu se kjo ditë është shumë e rëndësishme argumenton fakti se Allahu i lartësuar shumë herë i bashkangjiti besimin e saj me besimin e Allahut, dhe se nuk mund të mendohet një besimtar në Allahun subhanahu wa taala të mos i besoj botës tjetër. Allah i ka disa pleq subhanallahu para disa vite kumni e fal namazin 5 vakte edhe se beson ahiretin. A keni ni? Unë e kumni. Po falen që shdohet se po ja be s'ka bot tjetër, po nëse po falemi. Ai tu menu që po falet për mi pas të mirat materiale të kësaj bote. Që për botën tjetër s'ka. Subhanallah. Nuk kjo është fatkeqësia më e madhe që njerëzit nuk kanë njohuri. Po fal Allahu azza wa jall, po përhapet dituria. Shenjat e vogla dhe shenjat e mëdha. Shenjat e vogla gjithashtu ndahen në dy pjesë. Ato që kanë ndodhur dhe ato që kanë me ndodhur, që do të ndodhin. Disa shenjat vogla që kanë ndodhur një herë, ndërkohë mund të përsëriten, e disa nga ato që nuk përsëriten, po ndodhin vetëm një herë. Shenjat e mëdha ndodhin vetëm një herë. Vetëm një herë. Ndërsa shenjat e vogla në vazhdimsi apo domethënë përsëriten. Është afër kiameti. Allah i lartësuar i shpalli Muhamedit alayhi salam para mëse 1415 vjetëve apo edhe më shumë, se u afrua kiameti. Sa Allah subhanahu wa taala thot, u afrua momenti e hëna u qa. Si shenja kiametit ka qenë hëna që u qa në dysh. Kjo ka qenë shenja kiametit, sotul kamer. Qarja e hënës është një prej mrekullive të Allahut subhanahu wa taala. Po sa dush edhe mu qa hëna, edhe me pa pejgamberin alayhi salam, pa besimtar është pa besimtar. Prap kam i thonë kjo është magjistar, edhe nuk kam i besu. Kështu është njeriu. Thot, ishte një nga mrekullit më të mëdha të Muhamedit alayhi salam, të cilën e pan pothuajse të gjithë idhujtarët. Prej haditheve kuptohet se që nga ardhja e Muhamedit alayhi salam deri në fund kohës ka met shumë pak kohë. Dhe ajo kohë është vllazni prej kindis deri në akşam. Që kjo kohë është ardhja e kiametit. Që kjo neve na ka mbet si ummet. Nësa ajo e kaluara vetë se ka kalu. Ka mbet i qindi aksham. Se cilën pjesë na jemi, Allahu Ta'ala alem. Ibn Omeri, radiallahu nga Buharia dhe Muslimi transmeton nga Abdullah ibn Omeri, se thot një mend jeta juaj në krahasim me popujt që kanë kaluar është sa koha mes namazit e ikindis dhe perëndimit diellit. Domethënë aq është afër. Në një hadith tjetër thot unë u dërguam unë dhe kiameti sikurse këta dy gishta dhe i bëri dy gishtat kështu. Aq afër është kiameti. Askush pos Allahut nuk e di kohën e ndodhjes së tij. Kur Xhibril alayhis salam e pyeti Muhamedit alayhis salam, e din kur erdhi një person te Muhamedi alayhis salam, Muhamedi alayhis salam ishte me sahabët. Dhe erdhi një person me tishat të bardha që nuk u shihte në trupin e tij apo në rrobat e tij që kishte gjurmë të udhëtimit. Se zakonisht njeriu kur ka gjurmë të udhëtimit, sidomos aso kohë, nuk ka qenë si sot që është me kera që mund të
këtu të vishesh mirë dhe shkosh pas 3-4 ore prapë ki veshjen e njëjtë. Më thonë nuk e ki të papastër. Edhe erdhi ky person me tesha të bardha dhe ju afrua Muhamedit alayhis salam. Edhe transmetuesi thot ai vendosi duart e tij tek këmbët e tij apo tek, domethënë këmbët e Muhamedit alayhis salam, tek kofshët e Muhamedit alayhis salam, dhe çfarë i tha në fund? I tha më trego kur është kiameti. E pyeti çka është Islami, çka është imani, çka është ihsani, shenjat e kiametit, kur është kiameti, shenjat e kiametit apo ai pyste edhe i thoshte çfarë? Kale sadakte, ki thonë të vërtetën, i thoshte. Tashu çuditnin këta sahabët, ky pe pyet edhe njëkohësisht pi jep pastaj pi thotë që e ki thonë të vërtetën, se zakonisht, po në përgjithësi është rregull që një person kur ta pyet nuk ka dituri. Ky pe pyet edhe në fund pi thotë ti e di të vërtetën, tamam çfarë është? Tash ta po këshyrën, çfarë është ke punë? Edhe një prej pyetje tha, kur është kiameti? I tha Muhamedit alayhis salam. Çka i tha Muhamedi alayhis salam? Ai u përgjigj, i pyeturi nuk di më tepër për këtë se sa pyetsi. Që i bie edhe ti Xhibril, që po di që je Xhibrili alayhis salam, dhe këta nuk po din, edhe ti nuk e din, po as unë nuk e di. Edhe i tregoi shenjat dhe pastaj iku Xhibrili alayhis salam dhe i tha Resuli alayhis salam sahabeve. Tha, a për njifni këto kush ishte? Tha jo, Allah dhe i dërguar e ti, e din. Tha ky ishte Xhibrili, erdhi mja mësu fin tuaj. Me qëto kanë nxjerr ulemaja dobi vllazni, që nëse ti e din një mesele, një vlla që tu nuk e din, nuk jeti mashtrus, apo hipokrit, apo munafik, nëse mbën pyetjen përgjigjen që ti e din. A kuptove? Se dikush mundet me t'akuzu me thonë, po ti e dite pyetjen, përgjigjen. Pse pe pyesi shoqën? Te apo don me nxjerr fjalë kështu? Jo, unë dashta me nxjerr fjalë hoxhës që tjerët le të kuptojnë. Me këtë hadith lejohet, domethënë me bë pyetje që ti e din përgjigjen. Se e bëri Xhibrili alayhis salam, e dinte që nuk e din Resuli alayhis salam këtë gjë dhe prap e bëri që ti mësonte sahabët e pejgamberit alayhis salam. Dhe thot Xhibrili, me lajka më e lartë, me laqja më e lartë Allahu subhanahu wa taala dhe Muhamedi alayhis salam i dërguari më i lartë nuk din për kohën e ndodhjes së kiametit. Të pyesin të Muhammed suratul A'raf 187 se kur do të ndodh kiameti? E pyesin Muhamedi alayhis salam. Kur do të ndodh kiameti? Thuaj, atë e di vetëm Zoti im. Thot, në kohën e ti nuk e zbulon askush përveç ti. Ai është shumë i rënd për qiejt e për tokën. Ai nuk vjen ndryshe, thot, vetëm befas. Ata të pyesin ty, sikur ti di për këtë kohën e ti. Thuaj një mend dituria e ti, thot është tek Allah, për shumica e njerëzve nuk e din. Pra kiameti është një fshehësi absolute Allah që askush kohën nuk e di të ti, prandaj nuk duhet të na mashtrojnë disa fjalë të sihirbazëve apo fallxhorëve, të cilët kinë se lajmërojnë kohën e tij, ai që u beson atyre ai e ka refuzuar Kur'anin. Nëse thot një sihirbaz, unë di kur ka ndodhur kiameti, ai nuk ka dyshim që është kafir. Se mënyrë direkte po e cenon fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo hyn në çështjet e ghaibit që as Xhibrili alayhis salam nuk e din. Që çdo gjë i ka shpall Allah subhanahu wa taala Xhibrilit. Kur Allah azza wa jall vllazni e don një rob, të don ty, i thot Xhibrilit alayhis salam, o Xhibril, thot duje çet person. Xhibrili e merr lajmin, e paraqet te me lajket në qiell, pastaj këto me lajke shkojnë dhe e shfaqin e përhapin këtë dashuri, këtë lajm, apo i nxit, i frymëzon besimtarët me dasht filanin. A ka mirësi më të madhe? Ma mirë, po kush e don ata? A dojnë kafirat, a dojnë bidatxhit? Se dojnë. E dojnë besimtarët e vërtet që e praktikojnë akide dhe metodologjinë e saktë. Dhe në takimin e radhës, shenjat e kiametit që kanë ndodhur, dërgimi Muhamedit alayhis salam dhe çarja e hënës
zjarri Hijazit që ka me shëndrit Basrën në Irak, ndërprerja e gjizjes edhe haraqit, shenjat e kiametit që kanë ndodhur një herë dhe mund të përsëriten, çlirimet, luftrat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.